Verat e Ergyes Agasit, po me vërtet kujtoni se kantina e verave me 3 milion euro e Ergyes Agasit ka qenë e tia, se më vjen keq për të, dua t'i dhuroj një shishe verë, edhe unë se kam mbetur kantina bosh të jetë atje, po Ergyes Agasi nuk ka pas verat e tij, ajo ka qenë kantina e Edi Ramës. Kantina e Edi Ramës që merrte shishet pas herë, se ku do t'i mbante ai gjithë ato shishe verë, në kryeministri, apo të kopshti i Edenit në kryeministri. Por do i vinin shishet një me një, siç kishim dëgjuar edhe më përpara shumë prej jush, dhe ndoshta kishte amundsuar se mund të ishte një trillim. Ergyes Agasi nuk ka pas verat e tij, ato janë verat e Edi Ramës. Edi Rama ka pas kantinën e tij atje, te miku i tij besnik, dhe kur ka qenë aq besnik sa ndanin miliona euro bashk, patjetër do ishte besnik edhe për ato verat e shtrenjta. Dhe më thoni pak ju, Ergyes Agasi nuk di ku ka pasur kokën, ku ka pas mendjen të fsheh lekët, të largohet, të mos kapet nga drejtësia, të sistemoj veten e tij atje ku do fshije dhe ka shkuar, siç përflitet që ka shkuar në Zvicër, në Gjenev, dhe kush do kishte mendje për shishet e verave që kishte në kantinë e tij. Jo, një mendje më e madhe, një mendje më e fuqishme, një mendje e ndritur është marrë me shishet e verave. Dhe ai është Edi Rama. Ajo nuk është kantina e Ergyes Agasit, ajo është kantina e Edi Ramës. Kush tjetër përveç Edi Ramës do kishte fuqin që të zhdukte si abrakadabra një kantinë vere me qindra shishe që vlente miliona euro. Duke a hedhur policisë, duke a hedhur tatime, po kush ishte? Po si mendonin, po kaq naiv të jenë njerëzit të mendojnë që erdhi kushuriri i Ergyes Agasit dhe fsheu shishet e verës, po ai ka hallin e miliona eurove, po kush e ka hallin e shisheve të verës që s'ka se shtëpi, e ka vetëm Edi Rama që ka urdhëruar policin, ka urdhëruar tatimet, ka urdhëruar njerëzit, ka urdhëruar gjithçka që ato shishe vere mos t'i mungojnë në drekat e tij e darkat e ardhshme, që mos i pift inshallah.